Cili është boksieri që ki qef mu bo si ajë kur të rritesh? Mike Tyson. Kur jam kon i vogël, unë ka pëlqy shumë boksi. A tutën shokët e klasës tu e di që ti ushtron boks? Tutën, a unë nuk rrejna, me ta i kam shumë shokët mi. Në korrina kam qef mu bo kampion i Kosovës. Unë jam në Krasniqe, jam në 9 vjeçar. Kom hi boks që 3 vjet i kom pas, kom shku me këshyr gazin në përmeqe dhe më ka pëlqy gazi shumë dhe i kom thonë bobit ta me i në boks, a i ka thonë po e shumë tjera. Trajneri Gaz, so është trajneri mirë për ty? Shumë i mirë është. Pse është i mirë për ty? Se më ka ushtru shumë mirë. Për që ata më pëlqen mu shumë. Cili është boksieri që ki qef mu bo si ajë kur të rritesh? Mike Tyson. Po? E po ta shumë majicën e McGregorit, qka puna e McGregorit për ty? Ja, edhe kjo më pëlqen se i ka pas do gjese shumë të mira dhe mu ka pëlqyer shumë. Apo më tregon për t'ardhmen kur të rritesh, qka synën? A dënë mu bo kampion bote, a kampion Evropa, apo na tregon pak për qëto? Në korrina kam qef mu bo kampion i Kosovës. Këto kur të vishën stërvitje, ki shok, a ko naj moment kur ti knaqesh me shok? Po. Qysh ka lënin stërvitje me shok të... Shumë mirë. Shumë mirë ka lej. E në shkoll, a din që ti ushtron boks, a tutën shokët e klasës tu e di që ti ushtron boks? Tutën, a unë nuk rrejna, me ta i kam shumë shokët mi. Sa i përket e Nuri, ka fillu bashkë me bobin e ti, prej pothuajse hapjes të klubit që 2 vite. Normal edhe boba vetë ka u mirë me arte marciale. Sa i përket djallit, i kom thonë bobit që ka potencial gëgjat ma, se u vrejke talenti në bazë energjisë që e ka. Tani i duhet vetëm të i përvëtsoj teknikat edhe ko pasku në fazën e rritjes të hynë në fazën e specializimit edhe të bën ndeshjet kalitet për moshën madhore edhe besoj që sukseset nuk do të ndalen sepse i ka gjitha ato predispozitat që i nevojiten një kampioni të arshëm. Po Nuri, jo veç që është energjik sa i përket aktivitetit të ushtrimeve, po ko pas kohë, normal që e lëshon në i farë fjale, më ka ndodhë 1-2 herë. Njerë më ka thonë gjatë teknikave të boksit, më ka thonë trajner apo me lidhë patikat, edhe njerë tjetër më pa thonë a muj me hek ma icën, se po duk na ma i rrezikshëm.